Si jeni? Shpresoj shumë që t'jeni mirë. Unë sot kam dëshirë që të rikthehem sërish tek bisedat nëpër story me ju. Ka shumë që ta lë pak Big Brotherin të shkojë, të tërhiqemi pak nga gjithë bota e Big Brotherit, të rikthehemi pak tek sugjerimet, idetë dhe çdo gjë tjetër që unë ndaj me ju. Dua të ndaj pak me ju mënyrën se si realizova gjithë këtë make-upin. Provoj disa produkte të reja nga një linjë re make-upi që Skincare ka sjellë në treg. Nuk po flas më gjatë dhe ndiqni gjithë videon tjetër për produktet dhe për shpjegimin. Ja nisi me make-upin. Brendi quhet Pastel. Primer është i pari sepse është baza e çdo make-upi, pastaj vazhdoj me fondatintën, të cilin e përhapa me këtë furçën që ishte aq e butë dhe aq e mirë. Tani vazhdoj me Hydrating dhe Eye Cream Concealer, i cili ishte vërtet hidratues. Sun Kissed Highlighter dhe Bronzer Set, i cili kishte një efekt shumë natyral. Cheek to Cheek Duo Blush Set, i cili kishte shumë pigment, dhe ngjyra ishte diçka midis rozës dhe pjeshkës. Vazhdoj me vetullat dhe pastaj përdora bronzerin si paletë për syt. Edhe pak xicë nga highlighteri. Vazhdoj me prekjen finale të Fixing Powder dhe ishte vërtet shumë e mirë, shumë natyrale. Lapsi i buzëve, shikoni çfarë ngjyre roz e ëmbël. Lapsi vjen së bashku me glossin e tij dhe shikoni sa cute që është. Remeli ishte fantastik fare, shikojeni ndryshimin. Ja super blende. Dhe kaq thjesht make-upi përfundoi. Këtu jam unë tani që po mundohem të dukem pak cute dhe të gjitha produktet do t'i gjeni tek Skincare Albania. Shpresoj shumë që ta pëlqeni make-upin dhe